Mirë Roma Kushtim, faleminderit për mundësinë. Të kërkoj ndjes se e di që është një pas një mbrëmje edhe një dite goxha shumë të ngarkuar. Unë po përpiqem t'ju mbaj edhe më tutjet juve kryetarëve dhe pjesës të kandidatëve të angazhuar. E di që duhet një kondicion kështu goxha shumë i madh. Le ta nisim atëherë, çfarë domethënie ka kjo fitore në raund të parë në komunën e Podujevës, një komunë shumë e rëndësishme në Kosovë? Faleminderit Kushtim për mundësinë që përmes televizionit tuaj të drejtohem gjithë qytetarëve të Kosovës, po në veçantë qytetarëve të Llapit. Për mua është një privilegj, po them edhe një besim, cilin e morëm këtë dili, duke në rikonfirmuar edhe njerë mandatin për kryetar komune për 4 vite të ardhshme. Mendoj që kjo është një besim që është dhënë duke mbështetur në punën e mirë që ne kemi bërë për këtë mandat të kaluar dhe realizimin e numrit të madh të projekteve të rëndësishme për interes qytetarëve, por sigurisht që edhe për transparencën dhe llogaridhënien në cilën kemi pas një prej atyre elementeve kryesore në cilën e kemi mbështet punën tonë Podujevë. Andaj vërtet kjo është edhe një përgjegjësi e madhe që marr nga qytetarët e mi për të shtyrë me tutje proceset e rëndësishme të cilat janë bërë tashmë në komunën e Podujevës këtë mandat dhe shumë prej projekteve të cilat tashmë janë nisur ose pritet në vazhdimsi të fillojnë, t'i shtyjmë përpara, t'i realizojmë bashkërisht dhe sigurisht që të punojmë shumë për mirëqenien e gjithë qytetarëve tanë. Bulliçi e keni pritur fitoren që në raund të parë, konfirmimin pra në raund të parë, marrë parasysh se e keni patur një sfidë goxha kështu të zëshme në momentet të ndryshme edhe agresive të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të kandidatit ose të kundër kandidatëve kryeministri? Ti Kushtim, unë mendoj që ai agresiviteti i cili është treguar dhe arroganca që është treguar në veçantë të debateve televizive ka qenë në sajt asaj frikës që ju ka hi kundër kandidatit, që do ta humb garen sepse ai ka qenë i vetëdijshëm që do ta humb garen Podujevë, prandaj ka hi me një frikë të jashtëzakonshme dhe mendoj që ai është reflektuar edhe gjatë debatit për arsye se asnjëherë pothuajse në asnjë debat nuk kemi arrit të shpalosim programin ose s'paku s'ka kriju mundësi për ta shpalosur programin, por vetëm ishin me fjalime boshe, me gjona të cilat po them nuk ishin as si mbështetje, por sidoqoftë mendoj që ai ka qenë në rrugat që ka zgjedhur kundër kandidatit tim dhe unë t'ju them të drejtën kam qenë i bindur dhe kam pas besimin e fortë të qytetarëve e mi që do të na japin edhe një mandat për arsye se për këtë periudhë kohore kemi bërë punë të jashtëzakonshme, mendoj, dhe asnjëherë për këto vitet pas luftës komune e Podujevës nuk ka pas një intensitet zhvillimi në një periudhë kaq shkurt kohore, kur kihet parasysh që për 20 vite në komunën e Podujevës kemi pas një investim diku për 150 milion euro, ndërsa vetëm këto 5 vitet e fundit investimet në komunën e Podujevës kanë arritur në 200 deri 250 milion euro. Dhe kjo është një dëshmi mjaft e mirë që ka treguar që vërtet në Podujevë është punu gjatë këtij mandati 5 vjeçar dhe Podujeva ka pasur transformime të rëndësishme dhe rëndësore gjatë kësaj periudhe kohore, prandaj qytetarët tanë e kanë vlerësuar punën tonë, e kanë ditë punën tonë dhe qëllimi i tyre ka qenë më shumë të ne vlerësohen këto, të mos llogariten si punë mirë të kryera ose arsyeshmëri prej më të ndryshme, madje ju e dini edhe shprehje domethënë që këto janë një Photoshop e gjona tjera, po për gjona praktike dhe për projekte praktike që tashmë qytetarët tanë e pashni postim tuaj me falënderimin që ja keni bërë 20.400 qytetarë, 21.400 edhe e kishit